12 simptoma të mungesës së vitaminës D që nuk duhen injoruar. Mirë se vini në kanalin tim. Sot do t'ju zbuloj një sekret për një jetë më të shëndetshme dhe plot energji. Do të flasim për vitaminën D, vitaminën e diellit. Të gatshëm për të zbuluar 12 shenjat e mungesës që nuk duhen nënvlerësuar? Fillojmë. Por së pari, ju lutem vendosni një pëlqej videos dhe abonohuni në këtë kanal, është shumë e rëndësishme për ne. Faleminderit shumë. Fillojmë me një simptom të zakonshme, por shpesh të injoruar. Lodhja kronike. Vitamina D është thelbësore për metabolizmin ton energjetik. Patë, trupi e ka të vështirë të shndërrojë ushqimin në energji, si një makinë pa benzinë. Simptoma e dytë. Dhimbje muskulore dhe ndjesi dobësie e përhapur. Nëse shpesh keni dhimbje muskulore pa ndonjë arsye të dukshme, kujdes. Mund të jetë një sinjal i diçkaje që nuk shkon. Vitamina D është vendimtare për muskujt dhe mungesa e saj mund të çojë në dobësim gradual. Po dhimbjet e kockave, sidomos në pjesën e poshtme të shpinës? Vitamina D është shoqja më e mirë e kockave tona, sepse ndihmon trupin të thithë kalciumin, si një murator që ka nevojë për llaç për të ndërtuar murin. Mungesa e saj mund të dobësojë kockat dhe të shkaktojë dhimbje të vazhdueshme. Ju ndodh të ndiheni të mërzitur pa ndonjë arsye të qartë? Edhe kjo mund të lidhet me mungesën e vitaminës D. Disa studime shkencore kanë nxjerrë në pa një lidhje mes mungesës së kësaj vitamine dhe depresionit, veçanërisht te personat më të moshuar. E njihni atë ndjesin kur mendja juaj është e turbull, kur nuk arrini të mendoni qartë, sikur koka juaj të jetë mes rreve? Kjo gjendje mund të jetë për shkak të mungesës së vitaminës D, e cila është thelbësore për funksionet njohëse. A e dinit që nivelet e ulta të vitaminës D mund të rrisin ankthin? Pikërisht kështu. Kjo vitaminë është e rëndësishme edhe për humorin dhe sistemin nervor. Ftohet dhe gripi ju ndjekin pas? Mund të jetë një sinjal alarmi për mungesën e vitaminës D. Kjo vitaminë është si një mburoj për sistemin ton imunitar dhe mungesa e saj na bën më të prekshëm ndaj infeksioneve. Keni vënë re që plagët tuaja marrin një kohë të gjatë për të shëruar? Edhe kjo mund të lidhet me mungesën e vitaminës D. Kjo vitaminë është thelbësore për riparimin e indeve dhe mungesa e saj mund të ngadalsojë procesin e shërimit. Një simptom tjetër shpesh e nënvlerësuar është rënja e tepërt e flokëve, sidomos të gratë. Vitamina D është thelbësore për rritjen e flokëve dhe mungesa e saj mund të dobësojë folikulat. Si një pemë që nuk merr mjaftueshëm ushqim. Presioni i lartë i gjakut është një armik tinzar që mund të ketë pasoja të rënda. Edhe mungesa e vitaminës D mund të kontribuojë në këtë problem. Vitamina D është e përfshirë në rregullimin e presionit të gjakut dhe mungesa e saj mund të favorizojë hipertensionin dhe të rrisë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Vuani nga probleme kronike të tretjes, si sindroma e zorës së irrituar ose sëmundja e Kronit, mund të jeni më të ndjeshëm ndaj mungesës së vitaminës D. Këto gjendje mund të pengojnë thithjen e vitaminës D nga ushqimi, duke krijuar një rreth vicioz. Një sinjal i hershëm, por shpesh i injoruar i mungesës së vitaminës D është djersitja e tepërt e kokës, sidomos te foshnjat. Ja pra, miq, tani dini 12 simptomat e mungesës së vitaminës D që nuk duhen injoruar. Nëse keni një ose më shumë nga këto simptoma, ju këshilloj të mendoni për mundësinë e marrjes së një suplementi. Ndajeni këtë video me ata që mund ta gjejnë të dobishme dhe, mbi të gjitha, regjistrohuni në kanal për të mos humbur sekretet e ardhshme të mirëqenies. Faleminderit për shoqërinë dhe shihemi herën tjetër.